Për shembull, nëse do bëhesha drejtoresha radio televizionit, do duhet cilja fëmijët nga jashtë. Nuk do kisha më mundësira ekonomike për t'i mbajtur në shkolla jashtë. Kjo është një nga gjërat e rëndësishme. Nga ana ekonomike? Patjetër, nga ana ekonomike. Rroga e drejtorit të radio televizionit. Po më ti ke krijuar sa për fëmijët. Gara për drejtorin e ri të televizionit publik shqiptar RTSH është intensifikuar pas shkarkimit të Këshillit Drejtues nga Parlamenti për shkak të konflikteve të brendshme. 10 kandidatë janë përfshirë në këtë garë për të drejtuar RTSH-n për një mandat 5 vjeçar. Ndërsa shumë emra janë përfolur, një prej tyre pedagogja Iris Luarasi ka sqaruar se nuk dëshiron të drejtojë këtë institucion pavarësisht mundësive. Ajo ka shpjeguar në intervistë se paga e drejtorit të RTSH-s rreth 2 milion lekë të vjetra nuk është e mjaftueshme për të mbështetur jetesën e saj përfshirë fëmijët që ndodhen jashtë Shqipërisë. Luarasi, e cila ka një pagë rreth 1.3 milion lekë në Universitetin e Tiranës dhe ka administruar Radio Ime, një radio lokale, e gjen më të përshtatshme pozitat ku është angazhuar më parë. Kryesisht bërimi të ardhurave të saj është angazhimi në organizatën njohë qeveritare e Linja e Këshillit për Gra dhe Vajza, ku është drejtoresh ekzekutive. E për këtë rol, ajo merr një pagë rreth 3.2 milion lekë të vjetra. Ky angazhim dhe sidomos fondet që organizata ka marrë nga USAID bëjnë që paga e drejtorit të RTSH të duket shumë e ulët për Luarasin. Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza ka përfituar fonde të konsiderueshme nga USAID për fshirë $50.000 për një projekt në vitin 2022 dhe gjithsej $140.000 nga fondet publike shqiptare. Kjo organizat ka qenë gjithashtu pjesë e projekteve të tjera të financuara nga fondet ndërkombëtare. Kjo situatë tregon një hendek të dukshëm mes mundësive që ofron pozita në RTSH dhe ato që vijnë nga angazhimet e Luarasit në organizatat e saj.